Shoqata e pensionistëve të Tetovës organizoi takimin tradicional për fundvit. Ky takim organizohet me pensionistët e Tetovës dhe rrethinës dhe është i 20 me radhë që mbahet. Me këtë organizim festiv rumbullaksohen të gjitha aktivitetet që janë mbajtur gjatë tërë vitit 2025. Sipas shoqatës së pensionistëve, përmes këtyre aktiviteteve tentohet që pensionistët të kenë një jetë sa më aktive dhe të organizuar përmes projekteve të ndryshme. Ky është aktiviteti i fundit për këtë vit i pensionistëve, i cili realizohet në bazë të programit të Komisionit për Pushim, Rekreacion dhe Jetë Kulturore e Zbavitëse të Pensionistëve. Me këtë e rumbullaksojmë gjithë aktivitetin tonë për vitin 2025 dhe gjithsesi ne me njëherë pas në vitin e ardhshëm, ditët e para të janarit, do të fillojmë me hartimin e programeve të reja, të cilat do të realizohen gjatë vitit 2026. Pra, qëllimi jonë si udhëheqësi e shoqatës është që jetën e moshave të treta ta bëjmë më të lehtë, më intenzive, më të kapshme për të gjithë pensionistët. Pra, organizojmë aktivitete sportive, aktivitete kulturore, ekskursione të shumta në vend dhe në shtetet fqinje dhe aktivitete të tjera të cilat gjithsesi duhet që të marrin një kohë për të përgatitur. Gjatë vitit, shoqata e pensionistëve organizon 10 aktivitete, kryesisht në sferën e mbrojtjes së ambientit jetësor, kontrolle shëndetësore nëpër ambulanca private dhe ato shtetërore, turne në shah dhe sporte tjera, si dhe shumë aktivitete tjera.